du të disiplinon ata administratorë aty, se ata du të jenë funksion qytetarëve. Problem tjetër që e përmendën këta shiqusit që i pam këtu në TV, ishte asfaltimi rrugëve. Është një gjendje mjerueshme me rrugët e Qajirit. Nuk ka rrugë e cila nuk është e shkatruar. Këto rrugë kryesore i tregut pak me djume, po me hym renda në Gazibab, me hym Serov, me hym Treqemalle, është merv. Me të vërtetë, taksistat më thonë me shku të Haxhi Qazimi, më nal nuk shkon. Ndalet, për shkak se rrugët janë shkatruar. Atje nuk mund me hekt tjerë. Domethënë i zbresin këmbësort, shkojnë. Sa i përket Qashijës, Qashia është gjendje të mjerueshme, është lënë në shkrejtësisht. Mjaft tregu një të dhënë. 3 vjet nuk ka hyrë cisterna me la Qashinë. Qashia lëvë prej shijës tallajt. Nuk është pasruar domethënë, nuk ka parking. Siguri, kur far siguria s'ka qenë. Njerëz natën nuk guxojnë të hyjnë në Qashi. Nuk ka ndriçim. Ajo kaldërma që janë ndru, besoni është kaldërm skandaloze. Kaldërma Qashia është monument kulturor, dhe ajo kaldërm do të përputhet Qashis. Ato amatera kanë bërë kaldërm. Kush e ka vërejt mirë tash atë kaldërm, unë nuk e di me çfarë pranimi teknik ka kaluar ajo kaldërm. Sa i përket objekteve sportive duhet të flas pak më vonë. Do të kundër kandidatëve të juaj, ju jeni më i thirrur ti përgjigjeni pasi jeni edhe kryetar aktuale i komunës Shahid. Pra, mendoj se duhet pasojmë një dilemë, domethënë. Komuna e Qajirit kemi filluar dhe fillimi ka qenë i rënd. Kemi filluar pa objekt komune, kemi filluar me borxhe, kemi filluar me administratë efikase, kemi filluar me një buxhet i projektuar me diku 1.5 milion euro, që nuk ka qenë i mjaftueshëm as vetëm për mbulimin e rrugëve pa komponent qëllimi. Nuk du ndërhin që adhone, tash me fillu këtu me i konstatu problemet që i ka Qajiri, problemet që i ka dekada me radhë, problemet dhe me thonë që i ka pas edhe kur ka qenë 20 kryetar komune, po edhe fatë mirë kur ka qenë deputet. Sa ka kontribuar njëri, sa ka kontribuar tjetër dhe me thonë për Qajiri, apo kur ka qenë njëra parti tjetra në qeveri ose në pozicion tjetër, po nuk du ndërhin ata. Po ma, unë du të hudhit poshtë tezën e zotit e teme, se nuk është ashtë zi sa do në tranzinë Qajirin, se po të ishtë ashtu, zotit e temi nuk do investon në objektin e dytë. E ndërtoj një ndërtesë, do në thonë që investitor që jeton në afërsi Qajirit, edhe po të ishtë ashtë zi, nuk do kishë marrë guximit të ishfut në investimin e dytë, të bën një ndërtesën e dytë. Prandaj, çështja e parë është që ne të themi gjanat ashtu si që janë realisht, ne mos të nëzim më shumë se sa janë, sepse me këtë nuk i kontribojnë Qajirit. Në Qajiri është shumë rëndë, po Qajiri nuk vjen të në regullon askush tjetër për jashtë. Ne jemi ata që duhet të rregullojmë Qajirin, që duhet të kontribojnë. Dikush prej ne mund të ketë ambicje që këtë mund të azjet mërënda 1 viti, mërënda 4 viteve, ose me ndoj projekt megaloman, dhe me thonë, krejtëdim, që është shumë mirë për ta dëgju, mirë po, as komuna e Karposhit, as aerodromit, as komuna tjera që janë më të urbanizume, nuk kanë ndryshu brenda natës. Nuk janë ndërtu brenda natës. Janë ndërtu më njërë në kontinuitet me investimet e shumëta që janë bo nga pushtetit qendror, nga pushtetit lokale dhe nga shumë mandatet e kryetarëve të komunave. Por ama edhe ato kanë nevojë për investime të tanishme. E jo Qajiri që nuk është investu 50 vitet e tëra. Prandaj, kemi punu, kemi zyrtarizu dignitetin kombëtar. Sot nuk ka dilem as turisti se kjo komunë është multietnike, se në këtë komunë jetojnë edhe shqiptarët, edhe maqedonët, edhe turqit, edhe tjerët. Në këtë komunë, dhe me thonë, është ndërtu një objekt, po ndërtohen 2 shkolla, është ndërtuar 7 marsi dhe po ndërtohet kongresi manastirit, dhe me këtë mbyllin çështjen hapësinore të arsimit, janë rekonstruar të gjitha shkollat dhe qerdhet në komunën të Qajirit. Këtë rend edhe më tutje do vazhdon. Në komunën Qajirit është fut Universiteti Ndërkombëtar i Ballkanit Investim Turk, dhe këtij universiteti kemi siguruar edhe lokacionin 18.000 metra katror në afërsi të komunës, marrëveshja është e nënshkruar me to që të ndërtojnë kompleks universitar. Do insistojmë edhe më tutje që Qajiri të shndrohet në qendër të universiteteve. Këtu është Universiteti i Shkupit, këtu do janë dekt universitetet e Tovës, universitetet e tjera, sepse nga kjo do ketë benefite gjithë. Është e vërtetë se infrastruktura është ndërtuara para 3-4 viteve dhe askush nuk i ka prek. Është ndërtuar për numër shumë të vogël të popullatës dhe tash Qajiri është i stërngakuar me banor.
Ne për çdo plan të Çajirit kemi plan detaj urbanistik, për çdo plan të Çajirit kemi projekt për infrastrukturën toksore dhe tani veç kemi fut fazën e tretë. Dijonin kemi rregulluar, kemi dalë tash në lagje Gazibabës, kemi siguruar mjetat për lagjen e Terraçamallës, edhe për tjerat për cilët nuk i kemi mjetet ose nuk mund të realizohen nga buxheti i Çajirit, ne dim se ku të rokasim. Janë IPA fondet që presin projektin 3 milion euro për infrastrukturën nën-toksore të lagjes së Seravës, dhe mos futën me thonë në kret ajo që është bo, dhe me thonë sepse kemi përgatitur raport për qytetarët, që janë realizu ofër 100 projekte në komunën e Çajirit, që kanë përmirësu standardin jetësor të qytetarëve. Edhe unë pajtohem që nuk janë kryu këtë punë, që Çajiri duhet shumë më tepër të investohet. Po prandaj kërkojmë mandat dytë, jemi pjesë e qeverisë, pretendojmë të jemi për herë të parë pjesë e qytetit Shkupit, ku dhe kërkojmë shërbime shumë më të mira për qytetarët e Çajirit nga ndërmarrjet publike, siç janë higjiena komunale, siç është ujësillësi, siç është parcë dhe gjerbrim. Se deri tani, domethënë, subjektet që i takoj, Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk ka qenë pjesë e pozitës qytetit e Shkupit. Edhe këtë nëse e përmbledhem, del fotografia e qytetarëve se ka lëvizje pozitive në Çajir, edhe në dimenzionin e sportit, edhe në tjera dimensione, mirë po kërkesat e qytetarëve janë shumë më të mëdha se sa mundësit. Mirë po tash mund të rezimoj se Çajiri veç më ka kriju një bazë shëndosh për një zhvillim më të hapshëm dhe për të kapur hapin me spaku me komunat që janë përreth. Po, do të përmirë unë. Po. Është fakt i gjallë që ne kom qenë një ndër investitorët më të mëdhenj komunën e Çajirit, kom investuar 2 objekte. Po në objekt 3 fat me retemi nuk investon Çajir derisa është ajo administrat aty. Se ajo administrat është total jo profesionale dhe është administrat e partizuar. Që ndodhin ndërmjet parit edhe dytit që paska është e pret tretën. Po do të thonë për tretin po flas, domethënë. Po çaj administrat ka qenë edhe të parin edhe të dytin. Nuk është ashtu. Nuk është ashtu se është kokë dhimbje investitori me kry shërbime në administratën e komunës Çajirit. Ju si kryetar komune do të disiplinoni administrator për shkak se përgjegjësia drejt për drejt juve ju bie. Anën tjetër, unë kam vërejti edhe të përshën të shkolla 7 marsi. 5 vjetë ndërtohet e shkollë. Fëmija e mëson në shkollë. Rrethoja e shkollës ende është me llamarin, ku çdo ditë fëmijët tonë lëndohen aty. Ajo një herë për gjithmonë do të kryhet e shkollë. Që sa vjet do të hapet shkolla, do të hapet, sot da ditë fëmijët nuk kanë filluar me mësu aty. Ne nuk do të themi se do ta bëjmë, po ne do të themi e kemi bën. Shansën e keni pas 4 vjet të i bani, nuk i banët. Tash edhe na kandidat tjerë të kërkojmë shansën tonë që ta bëjmë. Ju si kryetari komunës apo ndoshta këto projekte ti realizoni gjatë më tani. Jo do të thënë do ta bëjmë kanalizimin në Serov, në Gazibab, në Terraçamall dhe kështu me radhë. Jo deri tani keni pas shansën 4 vite ti kryeni këtë punë. Mbasi që keni kry, punë atëherë nuk keni mos thon drejta gjithku është, po e drejta dhe jonë është tash të kërkojmë mandatin e qytetarëve se ne kemi drejtë të themi se nuk i kemi pas shansën atë jemi kryetar komune ta dëshmojmë veten se sa do të realizojmë. Unë jam i bindur thellë pse unë 10 herë spaku më tepër do të jam mundsoj banorëve Çajirit të jetën më të mirë, se do të realizoj gjitha projektet që do t'ja premtoj dhe kam idenë dhe strategjinë se si do t'i realizoj këto projekte.